Mirë mëngjes të gjithëve. Kudo që të na ndiqni. Një përshëndetje e ngrohtë nga kjo studio, e cila çdo ditë thret dëshira, jep mesazhe, ka një ritëm të veçantë dhe është e mbushur plot me histori e curish, të cilat natyrisht shfaqen në stacione dhe stade të mbërritjes. Të tillë do ta quaja ekspozitën, e shfaqur vetëm pak ditë më parë nga nxënësit e sektorit të arteve pamore në shkollën artistike Prenjakova. E kanë titulluar me një emër shumë pranveror, sepse edhe vetë ekspozita kishte këtë frymë, pranverën. Lule këmbore tringëllojnë në porta. Ndoshta do të na shpjegojnë vetë inspirimin edhe këtij titulli mjaft poetik, por gjithsesi ajo që shfaqet në titull është shpërndarë në tablot e paraqitura, të cilat janë të gjinive, të ndryshme dhe të stileve të ndryshme. Unë me shumë kënaqësi kam ftuar disa nga pjesëtarët e kësaj ekspozite, janë nxënës të viteve të ndryshme, të klasave të ndryshme dhe të gjinive të ndryshme të artit pamor. Por, përveç nxënësve, natyrisht nuk mund të mendohet mosprania e atyre që janë shumë pranë nxënësve artistë, siç janë mësuesit, artistet pamore, të cilat natyrisht janë në të njëjtin ritëm dhe hap së bashku në frymëzimin që ju japin nxënësve. Me mua sot në studio janë përgjithësia e sektorit të artit pamor, Esmerilda Herobi. Përshëndetje profesoresh. Mirë se erdhët dhe urime për ekspozitën e bukur. Ju falenderoj dhe për pjesëmarrjen në ditën e ekspozitës tonë. Ishte një vizitë e këndshme. Faleminderit juve. Me ne në këtë studio është mësuesja dhe piktoria e mirë njohur Denisa Brahimi, pjesëmarrëse në shumë ekspozita të Shkodrës, por edhe përtej saj. Përshëndetje profesoresh. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Kënaqësi që kam në studio. Zani Majamel i qytetit tonë. Faleminderit shumë, së bashku me tuaja. Po këtu kemi edhe këto nxënës të cilët që në kryet herës unë pa droje i quaj artist, sepse punimet e tyre janë pikrisht punime të mrekullueshme që ecin pa droje në rrugën e tyre të artit. Është Paula Macori, përshëndetje Paula, mirë se erdhe. Është Elma Hoti, përshëndetje Elma. Është Mario Zefi, përshëndetje. Dhe Dart Kruja, përshëndetje Dart. Më vjen mirë që jeni sot në studio. Besoj se keni marrë frymëzime të bukura, prandaj keni paraqitur aq mirë në ekspozitën tuaj, apo jo? Është e vërtet. Profesorish, si erdhi kjo ekspozit? Ishte diçka thjesht një entuziazëm i nxënësve tuaj për ta paraqitur, apo ishte prej kohësh, ishte si një detyrim, apo edhe thjesht dëshirë se cili donte të paraqiste punimet e tyre? Si erdhi kjo ekspozit? Atëherë, kjo është një vëmësi që vazhdon si një traditë që bëhet e shkolla jonë. Pra ne shohim që nga vitin e vit talentet janë dhe më evidente. Dhe punët janë edhe më të arrira. Dhe kjo na çon edhe në atë krijimin e shumë aktiviteteve të tilla. Mundohemi që të racionojmë pak si aktivitete, dëshirat e nxënësve patjetër që janë. Dhe kështu lindi dhe ideja e paraqitjes së punimeve tona, disa prej detyrave dhe disa detyra të tjera ose punime të tjera që ishin të lirshme nga ana e nxënësve. Pra ishin ide dhe krijime që ne i kemi diskutuar në momente të lira jashtë temave të kurrikulës. Ju është dashur kohë të përzidhni për kurimin e kësaj ekspozite, po ka mbetur njëri nga nxënësit që nuk ka paraqitur një punim të tillë? Kjo ka fillu, ka kohë që fillon, pra, që në momentin që fillojnë dhe spikaten 2-3 punimet e para,
fillon pak a shumë dhe kurimi. Sepse dalin edhe 2-3 punimet e tjera, diskutohet edhe për 2-3 punimet e tjera dhe kështu vazhdon zinxhiri i kurimit të një ekspozite. Pra gjithmonë arrihe synimi është një nivel i cili do të paraqesë edhe përgatitjen e këtyre nxënësve, apo jo, profesor Denisa? Patjetër. Faktikisht gjithmonë zgjidhen punimet më të mira. Në këtë rast nxënësit vinë me të gjitha teknikat. Pra duke fillu tek Paula që vjen me një skulptur nga kurikula shkollore, pra ka pas detyrën dorën, do flasja dhe vetë Paula më tepër, Ilma vjen me një kompozim, Marioja vjen me një interier, po ashtu dhe Darti me një interier. Pra sot kemi ardhur kryesisht me detyra që një të prezentojmë pak edhe detyra që realizojmë gjatë procesit mësimor. Kjo është diçka shumë e bukur, që është shumë nxitse, apo jo, për ju. Si ka ndikuar ajo thirrja tek ju që do të kemi një ekspozit? Si mendoni për punimet tuaja? Çfarë kemi në dorë? Cilat mund të evidentojmë? Ka ngjallur paksa dëshira që secili prej jush të jetë sa më mirë i përfaqësuar. Po, ka pas, na ka ba qelni me punu ma shumë, do të thonë me punu më mirë, ka ndiku shumë mirë për ne dhe të punë tonë. Kjo është diçka nxitse profesorish, apo jo? Po mendoj edhe qëllimi i ekspozitave, sidomos për nxënësit i tillash, pra që të vënë deri diku në thojse para një përgjithësie të mirë, të mirë shëndetshme për rrugën e artit të tyre, që të përzgjedhin punimet e tyre për një ekspozit, që përgjithësia realizimit të punës të jetë pak më e lartë. Si vlerësoni nivelin e paraqitjes së nxënësve në këtë ekspozit? Besoj se kishim një nivel shumë të mirë. Pra, dhe koha që ne i kemi dhënë nxënësve këtë herë ishte pak kohë më e gjatë se sa mund të caktojmë në ekspozitat e tjera që paraqesim. Regjia ne kemi edhe inserte, të cilat natyrisht i drejtohen ditës së ekspozitës, por dhe punimeve të nxënësve në këtë ekspozit, apo jo. Ka teknika, ka gjeni të ndryshme, madje edhe teknika që lidhen me tekstilin, me mod, fashion, por edhe kryesisht grafika, por dhe skulptura, edhe ceramika, janë karakteristika speciale të veçanta të kësaj ekspozite. Si e vlerësoni këtë larmi profesorish të punimeve të kësaj ekspozite? Normalisht këto teknika janë shumë të vlefshme që nxënësit t'i njohin. Për shembull, Paula kur ka ardhur në vitin e parë, mund ta thoj edhe ajo vetë në çfarë viti jeti Paula? Në vitin e dytë. Në vitin e dytë, po? Dëshirën që ka pas për të kalu në skulpturë, sepse tha unë teknikën e pikturës e kam eksploru jashtëzakonisht shumë. Tani tha do të njohta një teknik tjetër. Edhe ka hyrë me një dëshirë të jashtëzakonshme dhe deri tani në vitin e dytë është një nga nxënëset më të mira të skulpturës. Po jo vetëm, sepse të gjithë këto që janë sot, edhe në lëndet e përgjithshme, tregojnë një seriozitet në punën e tyre. Interesante, Paula, një vajzë elegante, por që paraqit një forcë konstante në realizimin e punimeve në skulpturë. Si lindi për ty dëshira për të kaluar në skulpturë? Do thonë qyshe vogël më ka pëlqy forma, do thonë të trupit 3D, do thonë me prek a ka një njësi shumë a bukur se sa të me majt një penel në dorë. Edhe balta është një njësi që t'jep që e njën thallë, edhe është një njën shumë e bukur. Sa gjë e bukur. Mua më pëlqen edhe si ide e përgjithshme kjo. Prekja është një ndjesi e veçantë, apo jo? Prekja është edhe kënaqësi, dashuri, sepse ti përvesh mangët
dhe je aty me punimin dhe krijimin tënd. Mirë, këtu ke sjell punimin tënd. Nuk e di nëse duket mirë në ekran, por është një dorë. Si të lindi ideja për të realizuar këtë punim dhe si e realizove? Në fakt, dora është pjesë e kurrikulës në shkollës. E kena realizu së bashku me profesor Petritin, profesor Petrit Kruja, edhe kena kam gjetë planin, masaj vazhdon balta, derisa kur përfundon balta, kalojmë të kallëqia, krijimi i kallepet. Unë nuk e di, një herë rastisht kam biseduar me një artiste pamore dhe skulptore dhe më ka thënë duart janë elementet shumë sfiduese të një realizimit të një skulpture njerëzore. A është kështu apo ndoshta gaboj? Po. Duart janë në psikologjike, shpesh në psikologji e artit dhe në autor të psikologjisë së artit ne lexojmë pak a shumë dhe shprehjen e brendshme emocionale që çdo individ e ka karakteristike, shprehet përveç portretit, shprehet edhe nga duart. E pra, ti e realizove shumë bukur. Kishe një model apo? Po. Shkolla na mundson edhe modelet, edhe në bazë të modelit bëjmë edhe. Mos më thuaj se kjo është dora jote. Jo. Është një dorë shumë e fuqishme. Por edhe dora e skulptorit, edhe skulptores është e fuqishme, apo jo? Ki realizuar edhe gjëra të tjera? Po. Punime të tjera? Ceramik, kam realizu vazo, mësaj, edhe skulptura të tjera që janë pjesë e kurrikulës, si për shembull kama, kena pas pjesën e synit Davidit për shembull. Personalisht besoj se këto frymëzime dhe kjo përgatitje vjen graduale, nuk vjen si me parashut në një ditë apo jo? Po patjetër, pra ne kurrikula është ndërtuar në formimin e bazë të artistit. Prandaj janë frekuenca ose segmente të ndryshme të trupit të njeriut, para se këto nxënës të kalojnë pra në vitin e tretë, këto kalojnë në figurë, ndërtimin e figurës në skulpturë. Pra dhe çdo etapë nga viti i parë, pra njihen me teknikat, njihen me penelatat, me llojet e linjave, me llojet e pikave, me ritmet, me kontrastet, pra njihen me gjithë familjen e madhe të elementeve të artit. Dhe pastaj fillojnë kompozimin, duke pasur një ori, fillojnë dhe kompozimet e tyre më të lirshme, që besoj do të vijojnë në shkollën e lartë. Kjo është diçka shumë e bukur dhe frymëzuese. Besoj se ti ndron që të realizosh gjëra interesante dhe të bukura. Ke ndonjë model, ke ndonjë ide që të tërheqë vazhdimisht? Do të thënë, kam qef Glenn Mermer, sikur Michelangelo, është sikur idhull. Më pëlqen shumë skulpturat e tij, kam qef që një ditë me arrit me realizu pak të një nivel më tull, për që të kesh që kem si dëshmia asaj ëndre të bukur që vazhdon dhe bëhet çdo ditë më shumë një realitet i prekshëm, apo jo? Natyrisht kur ke të bësh me nxënës të cilët kanë dëshira, kanë prirje dhe talent, është një përgjegjësi e madhe, apo jo? Normalisht që është përgjegjësi faktikisht dhe ajo dëshira jonë është që këto kanë edhe një ego personale, se kur egoja personale bashkohet me talentin edhe punën, normalisht që rrugtimi është jashtëzakonisht i gjatë dhe i mirë. Shumë bukur. Ndërkohë që nxënësit e tjerë janë në sektorin e grafikës, apo jo, Elma? Po, bëj grafika dhe vizatim me profesoret Andracinin dhe pikturën me Rushdi Shkailin. Edhe në këtë ekspozit ti e paraqitur me një punim tëndin, floral, është kompozim apo është çfarë gjinie? Është një pikturë që kam bërë individuale vetë në shtëpi. Prej sa vitesh studion në degën e artit pamor? Kjo është viti i parë që studioj në këtë shkollë, në shkollën Prenk Jakova. Kam
ndjek edhe kurse më përpara. Të mëhershme, po. Edhe kam pas si talent qysh e vogël. Po pjesëmarrja në këtë ekspozit që duhet, ndoshta është e para jotja, çfarë sigurie ose besimi në vete të jep? Një besim shumë të madh, përderisa kjo piktura është pranuar dhe pëlqej shumë prej edhe Është mësuesve. vlerësuar. Po. Po Përderisa mirë, ja të shohim paksa punimin tënd. Kjo është si të lindi ideja, kjo është një kompozim i mrekullueshëm, apo jo? Në ditët e pranverës, në ditët e marsit, në ditët e grave, në ditët e luleve, ti ke sintetizuar të gjitha këto, apo jo? Si ishte këtë proces? Të pëlqen më shumë gjyra, të pëlqen ideja, shpresa që ke dhënë nëpërmjet gruas apo vajzës dhe luleve. Ndjes. Unë jam frymzuar edhe për festave të këtij muaji, që është festa e grave, 7-8 marsi dhe festa e verës, që përfshin më shumë lulet e këto. Është punimi yt i parë apo në telajo, se besoj ke bërë dhe punime të tjera? Në shkollë është punimi i parë që bëjmë telajo, kurse kam bërë edhe më përpara. Sa gëzim të solli ai kënd ku ishte vendosur ajo punimi yt? Shumë. Përsërish Esmerilda, besoj se të kesh të bashkë me dëshirat e nxënësve, me entuziazmin e tyre, por edhe me kërkesën profesionale. Është një ekuilibër shumë i veçantë për t'i shtyr ata drejt një rrugë profesionale, apo jo? Po tjetër që bëhet e vështirë, sepse edhe ndryshimi i brezave dhe paka shumë e pjesa e të mbajturit tek arti për artin dhe arti komercial, tek nxënësit duhet filloj sa më herët dhe prandaj edhe ne shpesh kur kena detyrat e tilla të kurrikules, siç janë kopime etj, mundohen ati drejtojmë ne, mos t'i lejmë shumë në dorën e tyre këto detyrat e para, ose sugjerimet më të forta t'i bëjmë ne që mos të priren drejt arteve komerciale. Cilat janë tendencat e këtyre të rinjve në penelin apo në realizimet e tyre? Përgjithsisht realizimet realiste apo kanë të bëjnë me impresionizmin apo me surrealizmin? Jo, këto detyrat e para këto i kanë të lirshme, sepse edhe janë akoma duke mësuar vizatimin, pra matjet që bëhen tek vizatimi derisa Ka dora. rregull apo jo? Kemi gjuhën tonë. Kemi gjuhën tuaj, se vjen një vizitor edhe shikon për 5 sekonda. Absolutisht nuk ka pas Ka një punë shumë të madhe mbrapa që sa i bëhet qefi ju kur dikush qëndron aty për disa kohë për të zbuluar atë domethënien e asaj ose mjeshtrinë e asaj që ju keni realizuar. Mario, çfarë thua ti për këtë? Ke një zë të plotë dhe mund të flasësh edhe prej atje. Po mua ato njerëz pëlqejnë se ata mundohen me e pa se çka kam bën, duhen me kuptu, dhe thanë se kam punu në pikturën edhe mendin që aty në pikturë shprehen edhe ndjenjat, edhe mund pajnë ndjenjat e tuja, edhe janë interesante ata njerëz si duhen me pa se tjerët veç ja hellin i sy e kalojnë, dhe thanë Kjo është ajo që e dallon ato që vjen për të vështruar tamam dhe ato që vjen për kaluar. E vuajnë nga një herë artistët këtë, jo vetëm të artit pamor, por për të dalluar natyrisht vërtetat artin që shpreh. I sa ti vitesh që studion në shkollë? Ky është viti i dytë, po unë më parë kam kënë kurs tash një 5 vite. E kuptoj. Po nuk është ekspozita e parë që merr pjesë, ëh? Si erdhi punimi yt, a mund ta shohim? Kjo është një mrenik, është kopim i artistit Vermeer. Edhe këtë kam realizu mendimin e profesor Umberto Palit, që bën më pikturë dhe grafik. Ka pas seancat ndryshme, ka dash të kohë, se ma desh me kap karakterin e pikturës ti, dhe thënë stilin e këtij piktori, se kanë me ba vetë, dhe të me ba stilin tem.
Po me çfarë kopjem do të më kap stilin e tij. Sa rëndësishme është që të frymëzohesh nga piktor në mënyrë që ata të bëjnë pjesë në formimin e një artisti përsërish. Tashi me fol për Vermeerin edhe Rembrandt. Duhet Shumë kohë. të shfletosh libra, po ju I merrni këto si modele të artit frymëzues apo jo? Është pjesë e zinxhirit, siç e tham edhe më përpara. Pra nëse ne kemi interior si detyrë, normalisht ne flasim për disa autor shumë të rëndësishëm që kanë lënë gjurmë në historinë e artit botror, dhe pastaj vazhdojmë me pjesët e tjera. Është pjesë e formimit, është pjesë e formimit, që do të thotë ti e realizon atë dhe mundohesh të shohësh përtej asaj që ty të bën të ecësh në një paralele me artistin e madh apo jo. Ke marrë vlerësime nga punimet? Po shumë kanë pas pëlqime. Veçon ndonjërin të profesorit apo profesoreshave tuaja? Po profesori ja kanë kënaqur me këtë pikturë. Se profesori është kështu pak I rrejt dhe thënë edhe ai e den gjanat e sakta. Është kërkues shumë. Edhe dhe thënë ka me kështu si gëzim dhe thënë e ka vlerësu mirë. E më ka me. Kjo do thotë që ti ke bë hapin të mbështetur fort. Edhe ngjyrat që ke përdorur janë absolutisht në raport me atë frymëzim që ke marrë, apo jo? S'mund të jesh ndryshe. Nuk mund të vendosh një të kuqe të ndezur në një pikturë të tillë, apo jo? Ta shohim edhe një herë. Çdo punim duhet të flej natyrshëm tek gjendja brendshme e artistit. Sepse edhe përthithja që bëhet edhe e gjithë elementeve, sepse fillon që te vizatimi, një ngarkesë e vizatimit, një lloj ngjyre dhe dritet ndryshe nga ajo që ne mund të punojmë, sepse gjithmonë ne kemi stilet tona individuale. Dhe siç thamë, për të arritur me bën një kopjem, duhet të njohësh artistin, duhet të njohësh stilin e artistit. Kjo është rruga. Dhe shumë e vështirë dhe për të përshtat stili jon me stilin e artistit. E kështu, këto janë hapa që ndërtojnë ato themelin e ngrihinës së artit tuaj. Është darti I cili pse është I fundit që po flet, jo I fundit për nga rëndësia, sepse ka realizuar punime të shumta, apo jo? Po, është vërtet kam realizu shumë punime, kohën ta me të lirë, po edhe për kurrikules që na jep zyra me realizu. Po më bjen me shumë e veçantë kjo fjalë në kohën time të lirë. Ti je gjithmonë I motivum kryesisht tek arti, tek peneli, tek piktura? Artin e kam fillu, rrugtimin mjem për artin ka fillu qysh I vogël, edhe nuk jam nërë kur, por të që kam hinë shkollë, jam perfekcionu edhe më mirë. Të duket diçka pak më ndryshe nga ajo lirshmëria që ti ke pasur për të vizatuar, për të pikturuar, qoftë edhe në mënyrë krejt spontane, kur ke pasur një ngacmim, apo tashmë rregullat janë rregulla. Pak më ndryshe, po jam më keq, shumë më mirë për mua, që më pëlqen për shembull me po gjëra të ndryshme që më nxjerrin edhe jashtë komfortit tim. Pra, shumë interesante kjo, sepse një artist për të formuar janë edhe disa elemente të tjerë që më përpara nuk I njihte, por që është në një farë mënyrë shkollat e detyron ti njohësh për këtë formim. Po, fillimi I vitit të parë ka një seri detyre që janë përgatitore të nxënësit, para se ne të kalojmë te natyrat e qeta, peizazhet jo disa ushtrime që ne I quajmë, pra ushtrime të ritmit, të kontrastit, të linjave, të kompozimeve. Pra, edhe fillojnë I njohin avash avash dhe janë metodat e matjes për vizatim. Nëse një vizatim I sakt është gjysma e punës. Ja pra, ai që shikon sepse kur bisedon me artiste e njën më afër atë pulsin, ritmin, emocionet, kërkesën, rregullat që ka një vepër arti. Dhe ti dhe arte realizove në këtë, kishte një punim apo më shumë? Unë kisha 3 punime, kisha po një interier, një portret edhe një peizazh.
Po të lutem regjia, i keni vendosur insertet e kësaj ekspozite, nëse nuk i kam parë deri tani. Këto janë punime të nxënësve të ndryshëm, ja dhe Elma me punimin e saj, por ka edhe të tjerë. Kjo është tekstilit, shumë interesante. Kjo është një peizazh. Kjo është portreti, Kjo është portreti yt. Qëndrojnë këtu. Çfarë ke dashur portreti ku është? Jam frymzuar nga artisti, një nga artistët e mi që më pëlqen Rembrandt, edhe ai ban kështu portrete, ato portretet tia, edhe ka pëlqyer shumë Penelata që kam lënë këtë portret, edhe ngjyrat. Patjetër në historinë e artit e di që Rembrandti ka pasur një pikturë në Shkodër, që futi shëtitës, apo piktura e babait, nuk e di se si, në familjen Katarici, por që tregon që Shkodra gjithmonë ka tërhequr vëmendjen për vlerësimin e pikturave. Është një pikturë që tregtari e ka blerë në Odesa, e ka sjell në Shkodër, dhe ti e sjell në telajën tënde, bukur. Vazhdojmë me pikturat e tjera? Kjo është një model, apo është? Tashi, kjo është një kompozim i maturantëve, është marrë nga një fotografi, ne faktikisht ka pak vite që nuk kemi me modele të gjalla. Nuk keni modele profesoresh? Jo, nuk ka me modele të gjalla, nuk e di, është një ngërç. Nuk lejohet? Jo, është një ngërç për pagesën e tyre. Sepse ato paguhen me orë, pra janë personazhe, janë individ që paguhen me orë që ne të arrin model. Pra që të zbatojnë teknikën shiko dhe vizata. E kuptoj. Vazhdojmë, këtu është tekstil, ajo më herët ishte tekstil edhe një herë regjia, ta kthejmë pak. Po. Është një teknikë e sejadës, që teknikë thjesht, pra ne krijojmë një skeletur të thjesht, që e krijojmë vetë, që nga drasa, nga thumba. Mund të ketë çdo forma artit ka specialitetin e vet, apo jo? Dhe tekstili, dhe vazhdojmë. Interier, përsëri, ju pëlqejnë interierët? Kjo është piktura peizazhi atë janë. I joti është, si ke, çfarë ke pasqyruar këtu, sepse më duken disa ngjyra shumë të dashura. Është një anije dhe pas një stuhie të lartë të dalë rrezet e diellit aty mes. Çfarë mesazhi të bukur. Dhe pas dimrit vjen prandera, dhe lule kombore tingëllojnë në porta. Atë fortunën e godet rrezja diellit. Sa gjë e bukur. Kjo është shpresa, kjo është dëshira, kjo është mesazhi që jep arti. Dhe poshtë ka fashion. Po, janë skica mode, sepse tekstili si specialitet është tekstil dhe mod. Po. Pra ka dhe përsëri portreta, kompozim, një figurë, janë viti 3. Tashi ishte pa mujtën që ne vishim me gjithë kompaninë, ne kemi një pjesë të skuadrës këtu, të cilët natyrisht kanë paraqitur frymëzimet e tyre, të cilat kërkon vëmendje. Dhe një pjesë stafi pedagogjik dhe disa nga nxënësit që kanë qenë pjesëmarrës. Besoj se kjo ecuri është e përditshme, apo jo? Me penela, me telajo, edhe me vëmendje, me një qetësi absolute, apo ka muzikë tek punoni? Qetësi, në atë skulptura kena qetësi, preferojmë qetësinë. Sepse muzika është përqendrim, ne preferojmë atë qetësinë tonë. Po të shoh pak sa duart e tua të fuqishme, më duken shumë elegante, por ato përmbajnë një fuqi mbizotruese tek punimet, apo jo? Po tjetër, është gjua e shprehjes së artistit është dora. Mjeti mund të jetë ndryshëm, por dora është mjeti jonë emocional. E vërtet, të nxisësh këto talente, këto nxënës në rrugtimin e tyre që janë ende në fillesa, është edhe misioni juaj si artist dhe si mësues. Apo keni dy pozicione, pozicionin e pedagogut dhe të pedagogjisë, por dhe të artistit, si ndikon kjo në komunikimin,
ndriçimin e shumanëve pozitive në sfomimin e atyre që nuk duan. Ndikon, sepse duhen ruajtur disa balanca. Pra është edhe ajo gjendja jonë, artisti jonë brenda, që normalisht është normal edhe unë e kam bërë edhe vetë që me nxënësin pra dhe procesi pedagogjik arrin edhe një konsum të tonin, pra ne japim shumë nga vetja. Absolutisht po. Dhe unë e vërej, për shumë personalisht e vërej, kur unë ulem përballë punës teme dhe shoh që kam shumë kthesa damar që më lidhin me nxënësit. Pra, po tjetër që edhe këto të kur ulen bëj një punë kanë ato damar të lidhjes E vërtet. me mua. Arti komunikon shumë. Pra krijon ato damar të brendshëm. E vështirë është pak dhe për kohën dhe për brezin që trend ose moda e rini sotme është pak më e çuditshme në rrjetet sociale që na ndikojnë shumë. Pra ajo që ka Jo për mirë gjithmonë. Tek informacioni gabum do kishim hasa të që informacioni gabum është shumë i dëmshëm për këtë të ri. Pra, edhe prandaj është shkolla dhe prandaj ju keni fatin që të keni këto pedagog në rastin konkret dy mësuese të cilët her pas here ju bën edhe shok e shoqe, apo jo, sepse është shumë mjeshtri. Shpisa është lënda jonë, po thonë arti pa morë, se drejtimi i artit është pak i ndryshëm nga lëndë të tjera të përgjithshme. Dhe duke qenë shumë emocional dhe është edhe pa mujtur të dalin edhe ajo pjesa pak shoqërore, pra që nxënësit të ndihet i qliret, të ndihet komfort në ambientin aty ku jemi ne, pra mos krijojnë atë presionin që është mësuesi dhe si po mecen puna. Flisni ju, është kështu në marrëdhëniet që keni, sepse pak të komunikim është e vështirë që të rrëhet diçka, apo jo? Ne profesori jonë, profesor Petriti, na ka kriju një ambient familjar. Ne ndihna shumë mirë kur shkojmë aty te skulptura. Sepse është një emocion tjetër, ai lidhet me ty me emocione. Jo thjesht mëson diçka, po thjesht të godet në zemër kështu të emocionet. Sa prek shumë. Kështu është. Shumë herë e përsërisë në studio. Mësuesi hap derën dhe të thotë, hajde, ti hyn vetë dhe pastaj çdo gjë zhvillohet aty. Dhe arti e kërkon patjetër këtë gjë. E ndjeni ju këtë? Përndryshe nuk do të kishe realizuar punime të tilla të bukura, si ishe e curinë nxënësve tuaj, profesoresh dhe profesoresh Denisa. Unë shpresoj shumë që këto rruga ty në tit plot e ndritur dhe plot suksese. Për ne është një feedback ajo kthimi i asaj që ne kena dhënë kur këto ecën në rrugën e tyre dhe arrin suksese. Për ne është në shkëtyr gjithçka, nuk është shumë fish nga që kena dhënë. Besoj se rrugtimi, kjo pjesë e shkollës së mesme artistike është pjesë e rrugtimit të mëvonshëm të tyre, apo jo? Po ti. Keni përsëri ekspozita të tjera këtë vit shkollor? Patjetër, tashi se shpejti në prill do kemi një ekspozit për ditën e tokës, në bashkëpunim edhe me profesorishat e tjera që janë të lëndëve të përgjithshme. Do vazhdojmë përsëri me një ekspozit që ndoshta do t'i japim rëndësi pak edhe shkollave nëntëvjeçare, pra ato talente që këtë vit janë në klasë 9 dhe mund ta shohin artin, pra talentin e vet në një rrugtim tjetër në shkollën, pra më profesionale, në shkollën artistike. E kështu me radhë. Dhe besoj e fundit të vitit që do të jetë eksplozion. Ne kemi, ajo është tradite e kurrikules që kemi paraqitjen e ekspozitës së diplomës së gjithë punimeve të vitit. Është një rrugë e bukur, një rrugë që ju e keni përqafuar dhe çdo ditë, siç tha edhe Paula, tentojmë ta përqafojmë ende më shumë. Dëshirë dhe pasion është kur mendja dhe zemra të punon ta kapësh ëndrrën tënde dhe të punosh për këtë. Përndryshe arti nuk do të ishte frymëzues. Përndryshe ata që vizitojnë një ekspozitë të tillë dhe ekspozitat në të cilën shfaqet talenti dhe prirja e
artistëve do të ishin me spektator kalimtar, po jo. Ata ngulen aty përpara dhe përpiqen të vështrojnë gjithë artin e shprehur në atë telajo që ju jepni zemrën dhe shpirtin. Uroj që arti juaj të frymëzojë gjithmonë, të jap mesazhe të fuqishme, të jap atë dritën, qoftë edhe në fund të tunelit, edhe mes shkreptimeve së reve, aty të jetë dielli dhe frymëzimi juaj i pashtershëm. Ju falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi dhe është bukur të vizitosh ekspozitat tuaja, suksese të pafundme. Respekt profesoresh, respekt profesoresh, suksese të vazhdueshme. Faleminderit juve.